Në botën e sportit, ka njerëz që ndjekin lojën, ka edhe të tillë që jetojnë futbollin apo çdo sport tjetër në çdo sekondë të saj. I tillë është edhe mysafiri i radhës, koleg i shtëpisë sonë mediatike patjetër, në shërbimin e publikut, gazetar sportiv, komentator, agent sportiv, po edhe një emër që prej vitesh e ndjek futbollin jo vetëm nga afër, nga tribunat, por edhe nga prapaskinat e tij. Me analizat, komentet dhe këndvështrimin e tij profesional, ai është bërë një prej zërave më të njohur tek sportdashësit. Sot do të flasim për emocionet, surprizat, zhgënjimet dhe gjithçka që ka sjell botërori 2026 deri më tani. Amir, a të them mirë se erdhe në shtëpinë tënde? Më lirisht mund të thuash pasi më ktheve prej pushimit. Kërkoj ndjes, Amirin e kemi kthy nga pushimi, Amir për shtëpinë tënde gjithmonë duhesh të jesh këto. Po. Patjetër. Mirëmëngjes Xhana. Faleminderit që je pjesë e emisionit tonë, mu kthyen emocionet e vitit 2017 kur së bashku e udhëheqnim këtë emision. Tani të kam mysafir dhe kam nderin që si një profesionist i vërtet të komentojmë sidomos për një ngjarje kaq të madhe siç është edhe botërori 2026 që kanë ngre ato polemikat e veta, ato dyshimet në botën edhe të sportit, po edhe të gjithëve, edhe të atyre që nuk merren me sport. Jemi në çerek finale. Po. Kanë mbetur edhe 8 skuadrat. A janë këto skuadra që i prisnim që nga fillimi të jenë në fund të botërorit, apo ka pasur diçka që na ka surprizuar gjatë rrugës? Fillimisht mirëmëngjes Xhana, mirëmëngjes për gjithë ata shikuesit cilët na ndjekin në këto momente. Realisht kur prezantove isha duke rikthyer ato që isha pjesë e emisionit të mëngjesit dhe realisht them më pas ka marrë malli të jem pjesë e emisioneve të mëngjesit. Okej, të rikthehemi tek botërori, ashtu siç the edhe vet, surpriza, zhgënjime, gjithmonë në evente të mëdha, veçanërisht në futboll, ka surpriza, befasi të ndryshme dhe realisht kjo edhe bën këtë pjesë të botërorit edhe më të bukur. Sot jemi në fazën çerek finale, fillon faza çerek finale, pas sonte. Përmendet që janë vetëm themi 8? Po, Francë, Marok, Spanjë, Belgjik, Norvegji, Angli dhe Argentina me Zvicrën. Këta skuadrat të cilët do të vazhdojnë këtë rrugëtim, ndërkohë kuptohet 4 nga këta do të jenë pjesë e gjysmëfinales. Zhgënjime. Cila ka qenë fillimisht surpriza më e madhe e këtij botërori? Surpriza më e madhe, paraqitja e mire e Kepit të Gjelbert, një paraqitje sidomos e portierit. Edhe portieri u bë bujë dhe mirëpritja e skuadrës në vendin e tyre, e pam në mjaft të video se si janë mirëpritur futbollistat. Kur me Argentinën e kishin kok më kok lojën, kështu që... Me Argentinën, themi, çdo futbollist i asaj skuadre ka treguar performancën e tyre dhe realisht kanë dëshmuar që me gjithë zemër, me gjithë shpirt kanë luajtur për fanellën e tyre, për kombin e tyre në këtë rast. Mund të themi realisht edhe tek Egjipti, i cili u eliminuan fatkeqësisht nga Argentina në një të tetave të finales, realisht një loj mjaft e mirë, paraqitje mjaft e mirë. Amir nuk ishte një loj mjaft e mirë, ishte perfeksion. Deri në minutën e 67 ishte loja ndoshta ama e mirë e botërorit që e kemi pa. Nga ai moment dhe deri më tani fliten, janë konspiracione, interneti, që botërori është i përgatitur për Argentinën. Shumë polemika, shumë gjithçka tani nga shohim, nga ekspert, nga futbolldashës, nga trajner, ish futbollist që i shohim vazhdimisht që me deklaratat e tyre shohim se... Të gjithi dolën në mbrojtje Egjipti. Jo Egjipti të vërtetës realisht, asnjë karton i verdh mos t'i jepet Argentinës, ajo është e pamundur. Diku ishin 14 gabime dhe asnjë karton i Gjelbert, i Gjelbert. E femër jam, s'ka linje. I verdh, ndërsa në minutën e 67 ndryshon atë shpejt loja, kur këta të Egjiptit u vërejqën me mishe shpirt, dhanë 2 gollat e tyre. E bënd vetën, ishin në fitore e sipër, unë mendova se do të diskvalifikohet. Edhe një gol ju anullua. Po, edhe një që u anullua për çfarë arsye se nga ana tjetër ishte... Mendoj se janë pak arsyetime të
çuditshme, po që tani e themi publikisht se në kohën e sotme nuk mund të gënjesh publikun sepse kemi kamerat më të mira në botë, kemi mjetet teknologjike më të mira në botë edhe vetë arbitrat më duket tani kanë kamera edhe këtu. Nëse nuk jam gabim dhe ndoshta më herët edhe ende goli i Maradonës është i dyshim se a ka qenë me dorë, tani nuk mund ta gënjesh askënd se gjithçka po gjirohet, gjithçka po ritransmetohet, kështu që a beson se ka pas padrejtësi? Në gjithë botërorin, po sidomos në lojën e fundit. Padrejtësi, nëse shohim kështu nga... Ti si një... Gjithë secili, syri për shembull i çdo themi gazetari sportiv, komentatori apo... Po, i person që merret me sport paktën, po. Realisht për mua që anullua goli, nuk ishte ajo faull për me anulluar. Për tu anullu goli, po. Mund të them se gjithë shka filloj për aty dhe kuptohet kur jenë në fush, kur lufton dhe dikush bën padrejtësi edhe bie fakt motivimi emocionalisht ngrihet edhe nervoza. Dhe pastaj më fillon edhe defokusohet gjithë mund të themi gjithë skuadra në këtë rast, edhe mund të them një ndër arsyet që ata humbën ndeshjen ishte pikërisht piknisja që u anullua goli. Mirëpo gjithmonë dihet edhe diskutohet themi në botën e futbollit që rezultati më i keq është kur është 2-0, se je në favor, mirëpo nga ana tjetër edhe kundërshtari po ta dha një 2-1 të bën shumë shpejt të bie edhe goli i dytë. Se ndryshe është rezultat 1-0, e din që je veç në avantazh vetëm me një gol dhe do të mbrohesh me mish e shpirt, themi. Ndërsa 2-0 e ke një liri. Një farë luksi nga ky rezultat, do të pësosh keq në fund. Nuk e prisja të themi Argentina të rikthehet, okej. Në atë mënyrë, jo. Do të bëhet rezultat baraz, do të shkon ndeshja në vazhdime, mirë po duke ditur që edhe në këtë rast Messi lufton edhe penaltin nuk mundi të dhanë. Të bëhet edhe, si me thënë, të le gjurmë në kombëtarën e tij edhe veç se më kalon gjurmë, mirë po vazhdon me gjitha forca, me gjithë shka. Ajo ishte maksimumi që edhe Messi po edhe shokët e skuadrës të japin maksimumin për këtë ndeshje që të arrijnë në qerekfinale. Amir, kur jemi te 2-0, a ishte eliminimi i Brazilit nga Norvegjia surpriza më e madhe e këtij turneut? Realisht, sepse dua të pyet prakisht për cilën në fillim të botërorit, se tani ndoshta i kemi ndryshuar të gjithë mendimet, por në fillim të botërorit sigurisht ke pas një skuadër që ka qenë favorit. Padyshim. Sigurisht që po, pasi që nuk i kemi përfaqësuesit kombëtarën tonë në këtë evenement. Jam të prit përgjigje. Jam fan si Brazilit. Edhe këtu qenë kemi me të njëjtin mendim. Unë ta them të drejtën jashtëzakonisht shumë ditë kam qenë dhe kam qenë e dëshpëruar. Po a ishte një surprizë. Sikur asgjë në kokë nuk asnjëherë në kokë nuk do më shkonte mendja se Brazili do eliminohet nga Norvegjia. Nëse shohim nga fillimi pritej shumë nga Brazili me Carlo Ancelottin që u bë për seleksionuesi i kësaj kombëtare, duke ditur edhe emrin e tij që ka bërë me Real Madridin. Përzgjedhja pastaj ishte një përzgjedhje. Po, edhe përzgjedhje futbollistëve, e dim që Brazili ka mjaft futbollist, është vështirë të bëhet një skuadër për të përfaqësuar, mirë po ndoshta do të thoja nuk i ka edhe futbollistët e dur momentalisht Ancelotti për ta bërë atë që din ai. Sa i përket ndeshjes Norvegji-Brazil. Brazili gjithmonë ka pas vështirë të fitoj kundër Norvegjisë. E lexova. E vetmja skuadër që i ka bërë problem Brazilit ka qenë Norvegjia. Edhe në vitin botrorin, mos gaboj 2002 ka qenë duket 1-2 ka humbë. Po i kishte i gjitha humbje, ose barazim ose humbje, s'kishte fitore ndaj Norvegjisë. Po, dhe kjo e dëshmoj edhe njerë statistikën që Norvegjia din të surprizon. Realisht mund të themi ka një sulmues perfekt, Haalandi, që edhe ajo tani ka hyrë në lojë, nëse shohim edhe si golashënuesit e këtij edicioni. E shoh se e bëjnë krahasim me Messin, me Ronaldon dhe me Mbappén. Tani nëse shohim Messi,
aktualisht ka 8 gola, Ai nga ana 7. tjetër Mbappé, Haaland dhe Mbappé Haaland kanë nga 7, ndërkohë Harry Kane është me 6 gola. Janë 4 futbollistë që akoma janë në lojë, akoma mund të shënojnë, janë në çerek finale. Dhe shohim Sa do se- zgjasin, tani të shohim se gjithë secili me sa e shoh unë janë duke bërë atë garë që kush do të jetë goleshënuesi më i mirë. Vit në botrorin e kaluar, skuadrën e Portugalisë, apo ekipin e përfaqësuesen e Portugalisë, e diskualifikoi Maroku. Ishte surpriza më e madhe e botrorit të vitet të kaluar. Këtë vit si e shohim? A e shohim në finale apo këtu do jetë rrugtimi? Sepse Francë-Marok është. E dim që themi nëse e shohim këta skuadra që i kemi në çerek finale dhe para fillimit të kampionatit u favorizua Franca, Spanja, Argentina kuptohet, deri diku edhe Anglia. Francë-Marok ka qenë edhe përballë gjysmë finales në botrorin e kaluar në Katar 0-2, në fakt 2-0 Franca fitoi këtë takim, edhe atëherë ishte një befasi për botrorin. Vazhdon në atë ritëm Maroku që të tregon, të dëshmon cilësinë e futbollistëve që ka. Do të jetë një përballje, themi, mjaft se vështirë për Francën. Nëse shohim rrugtimin e Francës deri këtu, ka mjaft kalkulime, themi, ruajtje edhe energjisë futbollistëve, përse pasi që Didier Deschamps, seleksionuesi i Francës, e din se si është faza eliminatore e kampionateve botërore, kështu që kalkulon gjithçka. Ka një ekip të kompletuar të themi. Maroku nuk do të jetë një skuadër e vështirë, e lehtë për të kaluar. Besoj që do të kemi këtu një futboll. Do kemi surpriza në këto gjitha 4 ndeshjet, sepse edhe Argentina me Zvicrën. Deri tani Argentina e pash në një analizë kishim bë, ka qenë me shtetet të cilat janë më poshtë të renditura në botror, vendi 67, nuk jam gabim, nuk dua me numra saktë, ndërsa tani Zvicra është e 19-ta, do me thënë, po i afrohet me 20 qes më të mirë. Ne kemi gjakën aty. Po, pasi e përmend, Argentina kishte kepin e gjelbër që mund të themi shumica e futboll-dashëve, themi jo, po sport dashëve në përgjithësi, po ata që veçanërisht shohin evente të tilla si Europiani botrori, tani e kanë mësuar se kush çka është tek është, po. Edhe për Egjipti nuk ishte ndonjë skuadër që për shembull mund t'i bëj ball Argentinës, mirë po nga ana tjetër ajo dëshmoi cilësinë e po nëse nga këto ekipe ajo u deshte aq shumë të sulmohet, të punon dhe të aq ngushtë e kishte fitoren. Mund ta paramendojmë në Zvicrën si do e ketë? Me Zvicrën do të jetë sigurisht edhe këtu përmendet edhe Xhakën, besoj që nuk do të jetë edhe një ndeshje mjaft e lehtë për Argentinën, pasi që Zvicra ka arritur këtu në çerek finale, do të jap maksimumin për të bërë diçka më shumë, veçanërisht nëse eliminohet Argentina. Shohim edhe Zvicra ka futbollistë mjaft cilësor që luajnë nëpër skuadra të mëdha europiane. Kuptohet lideri i skuadrës, lideri i Zvicrës, kapiteni Granit Xhaka. Jone i madhi. Do të bëj çmos që ketë një rezultat pozitiv këtë rast Zvicra. Unë mendoj, është mendimi im personal, që nëse skuadra e Zvicrës eliminon Argentinën, do jetë fest për gjithë shqiptarët, jo vetëm për Zvicrën, po për të gjithë shqiptarët, se aq na ka ardhur në majtë të hundës, këto padrejtësi, kështu që besoj, sidomos nëse Graniti e mbizotron apo e dominon atë lojën, sikur që ishte edhe loja e fundit që e kualifikoi në çerek finale. Norvegjia dhe Anglia. Do jetë Haaland dhe Bellingham, dy shok të ngushtë, dy shok të mirë, po dy futbollistë jashtëzakonisht edhe shumë të mirë, sepse edhe Bellinghami e tregoi cilësinë e tij, i tregoi edhe të mirat e veta, sidomos në lojën e fundit ku për 98 sekonda arriti të shënon 2 gola dhe ta çon nëpërsi Anglinë. A do na befason Norvegjia si me Brazilin apo? Është një Norvegji që përmendëm pak më herët, sulmuesin e ka, themi, një ndër më të mirët në botë.
Nëse shohim edhe statistikat e Anglisë përballë Norvegjisë, janë baras, nuk është që shemi si me Brazilin. Anglia ka bërë diçka, ka fituar Norvegjin, janë aty 1-0, 0-0, 2-0 për Norvegjin në ndeshjet, themi nëse shohim ndeshjet e 5 të fundit. Nga e dim që gjithmonë Anglia kërkon atë themi thënien e famshme të rikthehet në shtëpi. Që nga cili vit? Që 60 e sa vite më duket? Po nuk më kujtohet saktë. Më duket 60 vite ishte që nuk e kishte fituar. Dhe Norvegjia do të kërkon këtu që të bëj befasi. A mund të jetë Norvegjia befasia e vitit? Po, pse jo? Në futboll gjithçka është. Edhe tani më kohëve të fundit futbolli ka ndryshuar, nuk është më ai futboll që jemi mësuar lunë një themi Angli kundër Norvegjisë, e dim Anglia është skuadër që dominon futbollin botror, do të fiton patjetër. Si më herët që ka qenë Brazili është ditë. Tani më gjithçka për çdo skuadër ndryshon dhe jo rastësisht është këtu Norvegjia, jo rastësisht edhe eliminoi Brazilin, domthon ka diçka kjo përfaqësuese. Do të jetë këtu themi një luftë dy fisht si çerek finale, pasi që përveç se skuadrës që do të kalon në fazën tjetër, Harry Kane do të mundohet që të shënon gol, nga ana tjetër dhe Erling Haaland do të kërkoj golin që të vazhdon ajo lufte e lojtarit më të mirë, po. Nëse shohim këtu palët që do të përballen në çerek finale, njëjta do ndodh edhe tek France-Maroku, edhe aty Mbappé do të tregon, do të kërkon golin. Mund të themi deri dikuvës një Spanjë dhe Belgjik që do të jetë një ndeshje e cila e kemi parë edhe ndeshjen e fundit Spanja me Portugalin. Ata nuk janë për shembull që do duhet Oyarzabal të shënon. Ose ndonjë tjetër. Të gjithë ata e kanë. E kanë atë themi që atë qëllim që të gjithë të fitojnë, po. Të arrim në jo vetëm njëri, po. Ndërkohë nga ana tjetër këtu do të secila skuadër, unë si e shoh, do të jetë edhe ajo luftë e golashënuese. Egos personale, po. Veçanërisht unë si e shoh si Haaland, Mbappé është edhe nga ana tjetër edhe Messi që të tregojnë që unë jam golashënuesi më i mirë. Jemi te Messi, Cristiano Ronaldo, Modric, janë ca nga lojtarët që do e kenë botë. E kanë, fakt e kishin, u përshëndetën të fjeditë. Neymari, botërorin e Neymari veç më e konfirmoj që nuk do t'jetë pjesë e skuadrës. Më duke shkaku dhe i lëndimeve, jo shkaku moshës, po i lëndimeve që ka pësuar, pam shumë lot, shumë emocione. A beson, flasin nga konspiracionet asaj që lexojmë se po të kishte dashur gjithë ekipi, kjo që e flasim tani, i gjithë ekipi ti ndihmon Cristianos, do e mund të Spanjën, po nuk punoi në favor të Cristianos, apo e kundërta, apo ishte thjesht fati dhe pregaditja e ekipit, që sepse kemi 4 apo 5 lojtarë më të mirë, të cilët këtë vit e kanë përfundimin e tyre me botërorin, përshëndeten me botërorin. Po, veçanërisht që i përmende këta themi emrat mëdhej të futbollit botëror, shumica prej tyre do të përshëndeten, nuk e di Ronaldo do të dorëzohet këtu, se jemi mësuar gjithmonë çdo vit presim do të dorëzohet, mirë po ai mund edhe të na befason. Nuk i di. Nuk më merr mendja në 44 vjet, 45 i vjen atëherë. Nuk i di. Jo, s'ke. Më shatar me mua pse s'ka u në futboll. Qëve, nuk e prisa një Portugali që minutat e fundit të pranon në gol. Nuk mund të themi radisi themi koncentrimi i mbrojtjes që pranon fakt një skuadër, një Portugali që është themi e madhe, emër botror, futbollist që ka që luajnë në kampionate të ndryshme, klube të ndryshme të mëdha evropiane, të bjetë themi niveli në minutat e fundit. Veçanërisht aty duhet të jetë koncentrimi maksimal që të paktën të mbyllë 0-0 dhe të vazhdon ndeshja në vazhdime ose penalti. Vazhdime, po. Ajo ishte një themi dëshpërim edhe për Ronaldo, u pa edhe vetë kur u pranua goli se si reagoi dhe se si themi
e din që nuk mund më të rikthehet të barazot golit veç në minutat shtesë, themi, të ndeshjes. Ajo ishte një, themi, si me thënë, themi një dëshpërim. Po e të njëjtën ja bëri Modricit një lojë më herët, kështu që kthehet gjithçka në futboll, ato që bën kundërshtarit prit edhe për ty. Ajo që më pëlqeu ishte se Neymar e dha paktën golin e fundit. Edhe sërish në diskutime me portierin e Norvegjisë. Po, ai e provokonte se do të ta mbrojë këtë golin e fundit, ndërsa ky e kishte me emocion se ishte gol i kot realisht, se në qoftë 2-1, qoftë 2-0, ata ishin në humbje. E sipër, po që? Neymari e dim, u rikthye nga lëndimet edhe uftua nga Ancelotti, themi, në momentet e fundit, pasi që një emër i madh për Brazilin, u prit shumë nga fansat, mirë po nuk është në dy lojë vetëm u paraqit nëse nuk jam gabim. Nuk është ai Neymar që ka qenë, po. Amir, vari dhe arbitrimi janë në qendër të vëmendjes. A mendon se ka pasur vendime që ka ndryshuar komplet rrjedhën e ndeshjeve? Po, Gjanan, ka. Veçanërisht mund të themi tani ma e freskët është ndeshja tek Argentina dhe Egjipti. Ndeshja e cila ndryshoi një vendim i arbitrit, i varrit, të ndryshoi kahjen e ndeshjes. Vari pritej shumë që nga themi u shfaq në futboll, u bën vazhdimisht bëhen këta themi përmirësime në VAR, duke e ditur edhe teknologjinë, inteligencë artificiale, shohim edhe topi është me senzor gjithçka. Referi për shembull është edhe me videokamerat se si është pamja e tij. Duhet të jetë gjithçka në atë themi perfeksionin e duhur që mos të ketë gabime. Mirëpo, ka shumë. Vazhdimisht ndodhin këta. Tani nuk e di ku janë prapavija, tek janë si është qëllimi themi i shtëpisë së madhe të futbollit FIFA në këtë rast. Po, kuptohet, ne nuk jemi ata që mund të gjykojmë, ne vetëm mund të japim mendimin se për ne çfarë do të ishte, nëse thjesht për mua nuk duhet të anulohet goli Egjipt-Argentinë, po ka gjyqtar, ka VAR. Po si duket dje kishin marrë masë andaj arbitrit, e kishin dënuar që ai asnjëherë më mos të... Po flitet, mirë për nuk... Gjithmonë do ja lejnë fajin dikush. Po, flitet... Kote dhe qka nëse nuk... Unë atë e thash Egjipti a shkon, nuk shkon, kote e dënon njëri. Këto masa do të mirën para se të jenë vendimet e mëdha. Amir, në këtë moment, kush janë tre favoritët të cilët janë kryesor për ta fituar Kupën e Botës? Franca është një sigurisht. Argentina, kush është e treta? Sipas mendimeve të mia, e këtë e flas të pyes. Sipas mendimeve tua, cilët janë atëherë? Okej, se këti kanë Francë, Marok, Spanjë, Belgjika, Angli, Norvegji. Okej, atëherë. Argentinë, Francë, Spanjë? Francë, Spanjë. Franca, Argentina, Spanja. Këto janë... Nga kjo që e shoh... Francë, Spanjë, themi, do të takohen këtë në gjysmë finale. Në thonë njëra nga ta, do të shkon. Kush e ngrej trofeun funde? Amir? Unë mund të kemi një finale sërish Franca-Argentinë, pasi që nëse kalon... Po do e kalojmë 2022 të mbrap. Nëse kalon Franca Marokun dhe Spanja me Belgjikën, këto do të takohen në gjysmë finale. Dhe nga krahu tjetër Norvegji, Angli dhe Argentinë, Zvicër do të takohen sërish në gjysmë finale. Me thënë, o Anglinë... Po çka nëse Anglia me Zvicrën takohen në... Këtu është gjithë shka e mundur. Themi, edhe tek Francë Marok, mos të themi... të mendojmë tek Franca se ka patjetër për të kalon. Nuk është ndonjë... Edhe me Portugalinë dhe Spanjën të gjithë ishin të bindur se edhin si është ajo, Yamal Cristiano kanë luajtur, se ne kështu i perceptojmë, ne që smerimi vesh me futboll, Yamal dhe Cristiano, dhe sigurisht Cristiano do e fitonte, po jo që ndodhi e kundërta, u diskualifikua me lot në sy, kështu që mund edhe të ndodh Marok, Belgjika, Angli, Zvicër, para do të jenë të emra që... Gjithë shka mund të ndodhë, Gjanat. Ti ke një tani për momentin? Realisht këtu nuk në këto shof që mund të dëveqoja diçka më shumë, mirë po... Ta themi Zvicrën shkakuja i gjakës?
E themi. A e themi? E themi. Okej, hajde. Bashkë e themi që jemi tifo të Zvicrës, shkaku i Gjakës, shkaku i atit i cili në çdo paraqitje të mundshme na ka bë krenar dhe nuk ka harru asnjëherë. Kush është? Edhe pyetja e fundit, Amir. Po. Kush e ngrej trofeun në New Jersey me 19 korrek? Atër Gjaka. Atër Gjaka! E di se nuk do arrin kjo video deri tek ti, Gjaka na bëj krenar në mënyrën më të mirë të mundshme, nga Shkupi i madh, nga Shkupi i cili i don shqiptarët, të don ty dhe jemi krenar. Nuk ekziston askush tjetër për posteje. Për mua dhe për Amirin. Sonte. Sonte e kemi Francë-Marok. Ora 22, nesër në Spanjë-Belgjik. ora 21 Spanjë-Belgjik, më pas Norvegjia me Anglinë në ora... Ditën e shtunësht, në ora 22. 23. Ne do e shohim nga... Dhe Argentina-Zvicër në orën 3 të mëngjesit. 3 të mëngjesit. Atër do jenë surprizat të këndshme, besoj me 19 korik, i bie 19 korik pas 2 javëve kështu me javë, ta kremtojmë Gjakën. Unë e thash ashtu, dhe let jetë e fundit, unë të falimderit. Unë këndru atërë pas. Pa tjetër e ke. Amir, falimderit shumë që ishe pjesë e emisionit tonë. Besoj se sa do pak e komentuam edhe të që pëndodhë kohëve të fundit që ka marrë sy e vesh, edhe nga më të vegjlit të them, tani kam filluar, e shof edhe mbesa ime poema, kishte fillu ta din kush është Jamali, po që besoj se nuk do ndodhin gjëra si që ndodhen edhe tek loja e Kroacis me Portugalinë, e fundit Egjipti dhe Argentina, të shpresoj se gjani të jetë mbushur mend dhe mos të ketë ndërhyrje ashtu siç ka konspiracione dhe të lënë që lojtarët më të mirë ta fitojnë, siç është në këtë rast Gjaka. Faleminderit Gjanan, ishte kënaqësi, sigurisht kur të duhet jemi këtu. Shifemi herën e ardhshme. Miq të dashur, këtu ishte edhe fundi i emisionit ton, dal kalua 120 minuta drejt për së drejti nga servisi publik i gjuhës shqipe. Unë ju falenderoj shumë që qëndruat me ne gjatë këtyre minutave. Ju ftoj të na ndiqni edhe nesër nga ora 8 deri ora 10 pikërisht për të parë mysafirët edhe për të diskutuar me mysafirët e radhës të cilët janë të ftuar për nesër, surprizat e këndshme, materialet e bukura dhe kronikat me shumë ngjyra, të cilat i përgatiti gjithë ekipi i ritmit të ditës. Unë ju dëshiroj një pasdite të këndshme, një ditë shumë të bukur, qëndroni me ne, qëndroni me servisin publik dhe patjetër qëndroni pozitiv. Ne takohemi nesër.